Përse nuk duhet ta teproni me bukën. Buka është padyshim e mrekullueshme, e shijshme dhe për shqisat ajo mund t'i ofrojë shumë. Buka është e parë prej personave të parë si një dëshirë e shtuar për të pasur edhe një organizëm i shëndetshëm. Por nga ana tjetër, shoqërimi me bukë i gjedhrave tuaja mund të ketë pasoja të organizmit. Ja cilat janë dëmet që do të sjellë në organizmin tuaj nëse e teproni me bukën. Kur vjen puna teoria ka shumë rëndësi lloji i bukës që fiton Bright Side. Një tjetër problem që mund të vijë nga konsumi i bukës është edhe problemi me tretjen. Ndaj duhet të jeni më të kujdesshëm me sasinë që konsumoni gjatë ditës për të evituar kështu edhe problematikat e mundshme të saj.